Nga mali I ullinjve në fronin e lavdis, titullohet mesazhi I kësaj të diele. Kujtoj që një vit më parë, të dielën e ngjitjes së Krishtit në qiell, kam ndarë temën ngjitja e Krishtit në qiell. Është një gur shumë I fuqishëm në themelin e besimit të krishterë. Doktrina e ngjitjes së Krishtit në qiell. Madje te credo të apostujve, te credoja e shpallja e besimit, ne themi ai u ngjit në qiell dhe është I ulur në anën e djathtë të Perëndisë. Një credo që shënon diku në shekullin e 4 pas Krishtit. Pra imagjino, kisha e krishterë ka 1600 e ca vite që e rishpall dhe rishpall dhe rishpall dhe rishpall kë të vërtetën që ju do të dëgjoni tani marr nga libri I Veprave të Apostujve kapitulli I parë, që ëngjëjt u japin dëshmitarëve, grupit të dëshmitarëve okular në malin e ullinjve. Për këtë arsye, unë e kam titulluar mesazhin për sot, nga mali I ullinjve tek froni I lavdis. Në malin e ullinjve gjendeshin mbi 500 persona. Që ishin të grumulluar, pra më shumë se sa ne jemi tani këtu bashkë, më shumë se sa ishim në orën 9, mbase më shumë se sa ishim në 2 takimet tona përbashkëta. Burra dhe gra, të cilët pan me sytë e tyre ngjarjen sui generis, unike, të marrjes së Krishtit, ngjitjes së Krishtit lart në qiell. Tani, teksti bazë është tek Veprat e Apostujve kapitulli I parë, do të lexojmë së bashku nga vargu I 9. Veprat kapitulli I parë, vargu 9, vargu 8, deri te vargu 11. Jezusi po flet tani këtu në ligjërat të drejtë, dishepujve të vet. 500 njerëz po dëgjojnë këtë që do dëgjoni ju tani. 2000 vjet më parë. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e fundit të dheut. Mbasi I tha këto gjëra, ndërsa dishepujt po e vështronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Si u ngrit lart? Më përfituroni mua për një sekond. Se bëni dot sepse imagjinoni, imagjinata njerëzore ka shkuar përtej asaj që është e mundur. Dhe jo vetëm imagjinata njerëzore. Ka njerëz të cilët në vitet 60 kanë deklaruar se kanë shkuar në hën. Ka tjerë sot që refuzojnë idenë që njeriu ka shkuar në hën. Po çfarë rëndësie ka? Njeriu mund të shkojë kudo. Apo jo? Me anë të imagjinatës ti. Tani, imagjinoni për një moment mua të ngrihem tash në ajër. Të ngrihem në ajër. Më imagjinoni to, ja? Po pa kështu poshtë, pa pistona pneumatik të ashensorëve që të ngrenë lart. Të ngrihem lart. Kjo ishte ajo që dishepujt e Jezusit po shikonin dhe ishin mbi 500 njerëz. Tani kjo është ajo që thot Bibla. Nuk është pikja ime apo shpikja njerëzore. Sepse ju thash, më duket, më sa kujtoj, Jezusi gjatë 40 ditëve, kur qëndroi gjallë, ju shfaq njerëzve jo me 1, 2, 3, por me shumë, a mund thoni shumë? Prova bindëse. Pse Luka thot prova? Provat janë faktet e ringjalljes, dhe pse përdor fjalën bindëse? Pse përforcon argumentin e fakteve? Sepse për arsye njerëzore, faktet e një mrekullie duhet jenë të arsyeshme, duhet jenë racionale. Tani faktet e ngjalljes së Krishtit ishin aq të arsyeshme, pra ajo që për njerëzit është e pa arsyeshme, bëhet e arsyeshme, pra një person që vdes edhe ringjallet, vetëm kur ti mund ta prekësh personin që pretendon ringjalljen. E prek me dorë, kështu. Unë prek që sot mund t'ju deklaroj që duart e mia nëpërmjet shisës së të prekurit po prekin një kryq për druri, që është ndruar në një tryezë.
Ku kam vendos Biblën, iPadin, syzet, goshdët e kryqit me qira llafin. Unë mund të deklaroj këtë fakt ekzistencial në raport me dëshminë e këtij kryqi. Dikush nga ju i cili thot, çfarë ti po deklaron si të vërtet, është e rreme, është e pavërtet, unë thjeshtësisht mund t'ju them, jani dhe provojeni. Jani dhe shihni, nëse dikush do vi këtu do ta prekë drurin, do dëshmoj të njëjtën gjë që unë po dëshmoj. Pra aq kosa shqisa e të parit dhe shqisa e të ndijuarit që kemi tek mollzat funksionon në rregull. Nëpërmjet botës së shqisave ne marrim informacionin dhe të gjithë ju e dini që çfarë unë po dëshmoj për ju tani është e arsyeshme. Nuk po i flas për një gjë të paarsyeshme. Për këtë arsye, kur Gjoni, dishepulli i Krishtit, fillon të shkruaj letrën e parë të Gjonit, kur ai i referohet besimit në Krishtin, një Krishtit të ringjallur, i referohet botës së shqisave. Çfarë thot? Ne flasim, thot, pra ne po ndajmë me ju, njerëzit pagan të kësaj bote u ngjillin, që Krishti vdiq për mëkatet tuaja, u varrose ditën e tretë, u ringjall dhe u ngjit në qiell. Ne flasim për ato që pam me çfarë? Me çfarë shohim? Me sytë tanë. Dëgjuam me veshët tona, shisa tjetër, shisa e dëgjimit, dhe shisa e tretë. Dhe prekëm me duart tona në lidhje me atë që është fjala e jetës, Krishti. A kishte në një, do thot dikush në një pereni këtu në Tiranë, që ti mbushte mendjen dishepujve që po spekulonin në raport me ringjalljen? Absolutisht ja. Pse? Sepse për ta dëshmia e Krishtit të ringjallur ishte gjëja më e arsyeshme se çdo gjë tjetër, për shkak se ringjallja e Krishtit kaloi nëpërmjet provës së shqisave. Të parit, dëgjuarit, të prekurit, të ngrënit dhe të jetuarit me ta pasi u ringjall, jo një ditë, jo 2 ditë, jo 5 ditë, po 40 ditë me radhë. Tash ne jemi këtu ditën e 40. Dhe ditën e 40 Jezusi nuk po i shfaqet dishepujve brenda një dhome ku ishin vetëm 12 vetë. Nuk po i shfaqet vetëm grave që marrin lajmin nga ëngjëjt tek varri bosh. Nuk po i shfaqet vetëm 2 burrave që po shkojnë drejt Emausit dhe ai po flet me ta. Nuk po i shfaqet vetëm dishepujve të tij në breg të detit kur ato ishin kthyer tek profesioni i tyre i vjetër pas ringjalljes, duke peshkuar dhe Krishti po i bote gati ushqimin në breg, po i piqte peshku në prush. Krishti këtu, o burra dhe gra, po i shfaqet një herë azi, kujt? Mbi 500 njerëzve. Dhe këtu ne marrim porosinë e madhe të Krishtit, i cili u thot dishepujve të tij, dilni këtyre 500 vetëve, dilni, thoni dilni, a mund thoni dilni? Kjo është arsye pse ne dalim dhe ndajmë ungjillin. Dilni në mbar botën, predikoni ungjillin çdo krijese. Bëni dishepuj të mi, pagzojeni ata në emrin e Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Mësojini atyre gjithçka që unë ju kam urdhëruar dhe ja unë jam me ju çdo ditë deri në fund të kësaj epoke. Të gjitha këto gjëra Jezusi i thot në malin e Ullinjve ditën e 40 që ne kujtojmë tani, kur ja thot përpara se të ngjitet lart në qiell, dhe teksti final, fjalët e fundit, përpara se Jezusi të ngjitet lart në qiell, janë pikërisht këto që regjistron Luka këtu. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem, në gjithë Judeen, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Mbasi i tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, kush janë ata? 500 e ca njerëz në mal, ata po e shikonin. Bibla thot, ai u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u ahoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin syt ngulitur në qiell, në vendin ku Jezusi u ngjit, ndërsa ai po largoi, ja 2 burra me rroba të bardha ju paraqitën atyre dhe thanë: Burra Galileas, pse qëndroni
dhe shikoni drejt qiellit. Ky Jezus që ju është marrë në qiell nga mesi juaj do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të ngjitet në qiell. Pse shihni të shushatur? Kjo është pak a shumë fjala që ëngjëllit i thon dishepujve. Siç Jezusi po ngjitet lart tani, do të vi dita që do të kthehet sërish në të njëjtën mënyrë për të bërë çfarë? Për të bërë atë që ne mezi presim. Për të marrë të zgjedhurit lart, kishën lart. Festën e madhe. Por deri atëherë, që nuk është atëherë erë kushtet se kur, por nëse besimtarët e vërtet në këto momente e më vonë, në kishën e hershme, prisnin që Krishti të vinte në kohën e tyre. Sa më urgjencë duhet presim neve ardhjen e Krishtit, që mund të jetë nga ora në orë, jo nga dita në ditë, nga ora në orë. Ka momente, motra dhe vëllezër, në histori, të cilat ndryshojnë rrjedhën e njerëzimit. Momente kur perandorit bien, luftrat përfundojnë, një mbret kurorzohet, një revolucion shpërthen, por ekziston një moment shumë i madh se të gjitha këto. Momenti kur Krishti i ringjallur, 40 ditë pasi u ngjall, ngjitet lart në qiell. Ngjitja e Krishtit nuk është fundi i historisë së ungjive. Është përkundrazi kurorzimi i birit Perëndis në lavdi. Është triumfi i njeriut mbi vdekjen. Është hyrja e kryepriftit më të lartë në shenjtoren qiellore dhe fillimi i një epoke të re që është epoka jon, epoka e kishës, epoka e të zgjedhurve. Shumë njerëz e duan Krishtin në grazhd, e duan si një bebe të voçkël pa faj. Duan që ta shohin, ta përkdhelin, ta kenë, ta marrin në gji. Shumë admirojnë Krishtin mbi kryq, sepse atje i pagon çmimin për mëkatin ton. Shumë emocionohen kur Jezusi ringjallet ditën e tretë, por pak mendojnë për Krishtin që sundon në qiell, në vendin e fuqisë, i ulur në të djathën e atit mbi fron. Dhe megjithatë, nëse Krishti nuk do të ishte ngjitur në qiell, a dini se çfarë nuk do ndodhte? Nuk do kishte ndërmjetësim për ne. Krishti është ndërmjetësuesi mes njeriu dhe Perëndis. Nuk do të kishte frymë të shenjtë që do të zbriste poshtë. Nuk do të kishte autoritet në kish, autoritet Zoti flas. Nuk do të kishte shpresë për ardhin e Krishtit. Ngjitja nuk është mungesa e Krishtit, është hyrja e tij në lavdi. Nuk është humbja e tij nga sy tan, por është fronëzimi i tij. Ngjitja në fronin e pushtetit. Nuk është largim në dobësi, por është hyrje në mbretëri. Në vitin 1961, kozmonauti rus me emrin Yuri Gagarin u bë njeriu i parë që shkoi në hapësirë. Kur kthehet, propaganda sovjetike deklaroje: Gagarini shkoi në qiell dhe nuk e pa Zotin. Bota komuniste festonte sikur bota komuniste dhe marksizmi kishte pushtuar qiellin. Pra nuk ishte Zot veç ideologjisë marksiste, por vite më vonë, një predikues i moshuar tha diçka interesante. Problemi, thaj, nuk ishte se Gagarini nuk pa Zotin. Problemi ishte se ai mendonte se mund ta shikonte Zotin me teleskop. Vëllezër dhe motra, njeriu nuk mund të ngjitet deri në qiellin e Zotit me anije kozmike. Nuk mund të hyjë dhe të depërtojë nëpërmjet dylbive apo teleskopëve supergjigant të NASA-s. Por mund të ngjitet dhe mund të depërtojë në praninë e Zotit vetëm nëpërmjet një rruge, një të vërtetë dhe një porte, Krishtit. Krishti deklaron veten si dera për në vath, si rruga për në qiell, si e vetmja vërtet që të shpëton vetëm një njeri hyri në qiell me trupin e tij të lartësuar, të lavdëruar, trupin e rit i ngjalljes, dhe ky është Krishti. Dhe Krishti nuk hyri atje si astronaut, ai hyri si mbret. Krishti nuk u ngjit për të eksploruar qiellin.
Ai u ngjit për të hapur qiellin për ne. Shkrimtari i famshëm me emrin C.S. Lewis e sheh ngjitjen e Krishtit në qiell si përgjigje ndaj etjes së njeriut për një botë tjetër. Ai tha, nëse gjej brenda vetes një dëshirë që asgjë në këtë botë nuk mund të më kënaq. A keni pas një moment në jetën tuaj që pas celebrimit një fejese, martese, ditëlindje, marrjes një dhurate apo një momenti teje të lumtur ku keni marrë atë që keni dëshiruar të merrnit, gjendeni pa pritur në një moment zbrastie, boshllëku, mungesë kuptimi, vetmie, kotësie. Nëse gjeni brenda vetes një dëshirë që asgjë në këtë botë nuk mund t'ua kënaq. Shpjegimi më i mundshëm është, thotë C.S. Lewis, se jeni krijuar për një botë tjetër. Ngjitja e Krishtit është prova që ekziston një botë tjetër. Qielli nuk është metaforë. Qielli nuk është thjesht poezi. E vërtet, poetët i shkruan qiellit, vjen të shkruajnë qiellit. Qielli nuk është as psikologji ngushëlluese. Në momentin e caktuar kur njerëz të afërm ndahen nga një person i dashur që ja rrëmben vdekja, ne më shkojmë pranë dhe kërkojmë t'i ngushëllojmë këta njerëz. T'i japim zemër dhe t'i themi të vërtetën biblike që ndarja është e përkohshme, një ditë do takohemi me njerëzit tanë. Qielli në këtë rast nuk është thjesht psikologji ngushëllimi për njerëzit, por është realitet. Krishti nuk u zhduk. Krishti shkoi në një vend. Ka një adresë që mund të gjendet. Ai hyri në dimensionin e lavdisë së Atit, dhe arsyeja pse asgjë në tokë nuk na mbush plotësisht, është sepse zemra jote është ndërtuar, është bërë enkas për qiellin, enkas për Zotin. Ishte Blaise Pascali, si filozof dhe fizikant, i cili tha, brenda njeriut, krijuesi ka ndërtuar një vend bosh që mund të mbushet vetëm me krijuesin, vetëm me praninë e tij. Do të mbesi i zbrazur gjithmonë, derisa të mbushet me Zotin. Kjo është arsyeja pse neve hera herës themi, ore, po pas ka pas fund herë kjo lakmia njerëzore për më shumë para dhe për më shumë pushtet. Shohim të pasurit, super të pasurit, ekstra super të pasurit, që nuk ndalojnë, vazhdojnë, kërkojnë më shumë dhe më shumë dhe më shumë. Dhe shumë për e tyre e bëjnë sepse mendojnë se më shumë do të mbush vakumin, zbrastin, boshllëkun, por sa më shumë njeriu të ketë gjëra materiale, aq më shumë ka një nevojë brenda vetes për të pasur akoma më shumë. E kjo histori nuk përfundon e herë, sepse asgjë e kësaj bote nuk mund të mbush vendin vakum, bosh, që është krijuar nga Zoti në shpirtin njerëzor që mund mbushet vetëm me Zotin. Këtë nuk e mbush dot as burri, gruas, as gruaja burrit, as fëmia prindit, për një kohë po, mund ta bëjnë. Në momentet e para dashurisë, burri mund t'ia mbush këtë hapësirë boshe gruas dhe gruaja burri dhe ana sjellas, pastaj vjen një moment që nuk do ta quaj veli as pak, por të vjen një moment që ti prap kërkon diçka tjetër, kërkon diçka më shumë, dhe nëse fatkeqësisht sillemi me njëri tjetrin, siç sillemi me materjen, objektet, sendet, paran, atëherë burrat dhe gratë do të jenë në vijim të kërkimit të partnerëve të rinj, partnerëve të tjerë, sepse këtë boshlik këtu brenda nuk ta mbush asnjëriu, ta mbush vetëm Zoti. Tani Jezusi nuk u zhduk në qiell, por Jezusi na jep një adresë, Gjoni kapitulli 14, 4 vargjet e para, na jep adresën, por përpara se shkojmë tek adresa, dëgjoni se çfarë shkruan psalmisti që më shumë mundësisht Davidin, Psalmi 27, vargjet 7 deri në vargun 10, lidhur me këtë ngjitjen e Krishtit lart në qiell, me këtë hyrjen triumfuese të Zotit në mbretërinë e përjetshme dhe të përsosur të Atit qiellor. Psalmi 24 vargu 7. O ju porta, çoni kokat tuaja, dhe ju porta të përjetshme,
Hapuni krejt. Çfarë do të thonë krejt? A ju pëlqen dera e kishës tu? A keni pa? E di që se mani men. Gjysore më parë hyt prej aty, po shumë e bukur. Është një super mjeshtër në Shkodër që e ka bë. E ka bë në mënyrë posaçme, edhe këtë dhe portën për jashtë. Tash ne hapim njërin kanat kur ju hyni brenda. Dakor? Po mund të hapin të dyja kanatet. Edhe psalmisti këtë po thot, o ju porta, çoni kokat, kujt portave u flet? U flet portave toksore, portave të Jeruzalemit toksor. Pastaj më vonë u flet portave qiellore, portave të kujt? Të qytetit të Zotit, portave të parajsës së qiellit. Dhe u thot, hapuni si. Nuk i thot hapuni pak. As hapuni pjesërisht, po hapuni krejt. Pse? Sepse është ngjarja po përgatitet të ndodhë. Cila është ngjarja? Kthimi i birit në shtëpinë e tij qiellore. Nëse toka, kur biri i Perëndis erdhi 33 vite e gjysmë më parë nga kjo ngjarje dhe vizitoi tokën, nuk organizoi toka një pritje të denjë për ardhjen e birit Perëndis në botë. Vetëm një grush njerëz, 5 apo 6 njerëz ishin në tempull. Tempulli i ndërtuar për vetë Zotin. Vetëm Zoti mund ta mbushte boshllëkun e tempullit, zbrazëtinë e tempullit. Dhe kur ai vjen në ditën e rrethprerjes, si sjell nga Maria dhe Jozefi, me praninë e Simeonit dhe profeteshës Ana dhe priftërinjve dhe hyn në tempull atje, portat nuk ishin të hapura kështu krejt, me 2 kanate. Tapeti i kuq nuk ishte shtruar në rrugë. Media e kohës nuk ishte, kryeprifti mungonte, gjithçka mungonin, flijimet, sakrificat. Pse? Sepse ai ishte vetë flijimi. Ai ishte vetë sakrifica, ai ishte vetë qingji i Perëndisit do të vinte në botë dhe kishte ardhur në botë për të tutje mkatin e botës, por kur vjen në tempull për ta vizituar, për ta mbushur tempullin, tempulli nuk nuk organizoi një pritje të denjë për të. Tani, psalmisti 900 vjet para ardhjes Krishtit, profetikisht i fton portat toksore të Jeruzalemit dhe të tempullit që të vështrojnë lart. Dhe i bën ftesë dhe thirrje portave të parajsës, portave qiellore, që të hapen krejtësisht. Hapuni krejt! Ndihmoni çik me tekstin. Dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i fortë dhe i fuqishëm, Zoti i fortë në betejë. A dini që Krishti 40 ditë përpara ngjitjes lart në qiell kishte korrur fitoren më të madhe ndaj betejës më të përgjakshme dhe më të pamundur për të fituar nga njeriu, që është betejë me vdekjen, me humbjen e përjetshme. Krishti e mundi vdekjen. Tani ai vjen me prikën e tij për të hyrë ku? Në shtëpinë e përjetshme, ku një ditë ai vetë do ta marrë, do ta çojë, pa i hyni pari. Dhe psalmisti 900 vjet përpara se ngjarja të ndodh, profetikisht i bën thirrje portave qiellore. Zoti është i fortë dhe i fuqishëm, i fortë në betejë, vijon. O porta, ngrini kokat tuaja, hapuni krejt o porta të përjetshme, dhe mbreti i lavdis do të hyjë. Kush është ky mbreti i lavdis? Është Zoti i ushtrive. Ai është mbreti i lavdis. Tash po u mora me këtë moment, do ta devijojmë kaq shumë sa që nuk do të them dot më këtu mbrapa. Zoti i ushtrive është krye komandanti i ushtrisë së Zotit, që takohet me Josueun në Testamentin e Vjetër, i cili vjen me një shpatë flakëruese, dhe Josue kërkon të dëgjojë se kush është ky personazh gati mistik që po gjendonte përballë tij dhe me kë nanën e kujt ishte. Ai thotë, unë jam kreu i ushtrisë së Zotit. Tani ky kreu i ushtrisë së Zotit, që është sot aktualisht kreu i kishës, është mbreti i qiellit, është sundimtar mbi të gjithë sundimtarët e tjerë. Jezusi i tha dishepujve të vet, i gjithë pushteti dhe gjithë fuqia në qiell dhe në tokë më janë dhënë mua. Ai ngjitet për të shkuar tek froni. Portat hapen. Dhe vetëm portat, imagjinata ime të çmendur tani. Jo vetëm portat. Engjëjt hapen dhe bien përmbys, sepse lavdia e birit atje tani duke u ngjitur lart, nuk është më
Ajo fytyra që shkëlqente në malin e shpërfytyrimit, po është lavdia e shkurrës. Është lavdia e shkurrës Mojsiut, zjarri, është lavdia në malin e shpërfytyrimit kur Elia dhe Mojsiu takohen me Zotin. Është lavdia që biri i Perëndis kishte pasur me Ati në gjirin e tij përpara krijimit të botës, tani ai po ngjitej dhe po shkonte ku? Në shtëpinë e vet. A mund ta imagjinoni këtë moment? Për uljen e ëngjëve, nderimin, nëse hosanat e tokës flisim vetëm për dek palmash edhe për bluza e rroba që ishin hedhur në tokë. Imagjinoni çfarë feste dhe çfarë broritje fitore duhet ketë pas në qiell në këtë moment, të cilin e kujtojmë sot. Qielli pret mbretin që po kthehet nga betejë, jo me humbje, jo me plag, dështimi, por me plag fitoreje dhe me kuror lavdije. Tani imagjinoni ëngjëjt që e vështrojnë. Është biri. Të gjithë e dinë që është biri që po ngjitet në qiell. Biri prej të cilit nga kryqi ata prisin me dëshpërim një shenjë që të ndërhynin dhe të shkatronin gjithçka dhe ta shpëtonin birin nga vuajtjet finale të orëve të kryqit. Por nuk e morën shenjën, sepse biri duhet paguante çmimin për mëkatin e botës në kryq. Tani 40 ditë kanë kaluar dhe çfarë ndodh? Biri kthehet në shtëpi. Mbreti vjen për t'u fronozuar për të marrë vendin e tij. Engjëjt vështrojnë dhe e dallojnë dhe e njohin, sepse shohin atë që të gjithë ju do të shihni. Ditën kur do të takoheni me Zotin në qiell. I vetmi trupi i ringjallur që do të vijojë të ketë shenjat e vuajtjes dhe dhimbjes. Për gjithë përjetësinë. Trupa tanë, asnjëri prej nesh nuk do të ketë dhimbjen, vuajtjen, sëmundjen, të gërvishturat, plagët e jetës. Ne do kemi trupat e lartësuar, trupat e përsosur. Krishti do të jetë i vetmi që në trupin e tij do të ketë shenjat e dashurisë tij për ty. Dëshmia që për ty dhe për mua është paguar çmimi më i lartë dhe ëngjëjt tani e shikojnë sepse dallojnë. Nuk është një njerëz zakonshëm që po ngjitet në parajs, por është biri. Me shumë mundësi pranë ti, mbase një hap pas ti, është edhe i kryqëzuar i tjetër. Po nuk ka shenja në duar, nuk ka shenja në këmbë. Gjymtyrët e tij nuk janë më thyra. Ai është ngjitur me një trup përsosur. Krishti mban shenja në trupin e tij. Krishti që u përçmua nga ne, që u kryqëzua, që u pështy, që u varros, që u tall, u përqesh. Por tani kthehet fitimtar. Kryqi ishte kurora, jo disfata. Ringjallja nuk ishte arratisja nga vdekja, ishte pushtimi i saj. Zotërimi i vdekjes. Ngjitja është tani procesioni triumfal i mbretit universit. A dini që në Romën antike, kur një general fitonte luftën, ai hynte në qytet me triumf, me këngë, me robër lufte dhe populli thërriste, bërtiste, broriste emrin e tij. Pardje pash filmin në Netflix, pash filmin Gladiatori 2. Ju inkuroj ta shihni. E bani me Gladiatorin? Po jo. Kjo është e mira kur nuk ka kamera që të mund të transmetojnë live. Është mirë edhe kjo. Imagjinoni Gladiatori më ka prek shumë me Russell Crowe kur dolin fillim fare si film. Tani është varianti 2. Po nuk duhet ta humbisni. Duhet ta shihni. Dhe se duhet përgatitin se është 2:20 minuta. Është ky momenti kur generali ose mbreti kthehet nga lufta në qytetin e tij në Rom.
me generalët, me komandantët, me oficerët, me ushtarët, dhe në fund fare, në fund, ishin gjithë robërit e luftës. Asnjë triumf romak nuk krahasohet me këtë ditë. Sepse Krishti nuk mundi një ushtri të huaj, por Krishti mundi armikun më të madh që depersonalizon njeriu. Që është mëkati dhe frika nga vdekja. Krishti e shkatroi ferrin, çarmatosi vdekjen dhe turpëroi Satanin. Te Kolosianët 2:15 Bibla thotë që Jezusi i zhveshi principatat dhe pushtetet nga fuqia dhe autoriteti i tyre. Miqtë e mi, qielli nuk udhëhiqet nga kaosi. Nëse sot në botë ka kaos, ka frikë, ka pandemi, ka luftë, ka uri, ka varfëri. Qielli nuk drejtohet nga kaosi. Në fron nuk ndodhet Cezari. Në fron nuk sundon elita globale e botës. Fronin qiellor nuk e sundon tregu i lirë, inteligjenca artificiale, frika, as errësira. Në fron është një person. Emri i tij është Jezus. Dhe ai është miku yt. Ai është shpëtimtari yt. Dhe ai ka mundur vdekjen në vendin tënd. Ngjitja në qiell e Krishtit shënjon fillimin e mbretërimit të dukshëm të Krishtit. Efesianët kapitulli 1, vargjet 19 deri 22, Pali shkruan dhe thotë: "Dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij." Shikoni se sa herë përsëritet fjala forcë, fuqi, madhështi, fuqi, të cilin e vuri në veprim në Krishtin duke ringjallur prej së vdekurish dhe duke e vënë të ulet në të djathën e tij në vendet qiellore, përmbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet jo vetëm në këtë epokë, por dhe në epokat e ardhme, dhe vuri çdo gjë në këmbët e tij, dhe Krishtin ja dha për krye përmbi çdo gjë. Kujt? Kishës pra. Pra, çfarë ka dhënë kishës? Një Krisht të dobët apo një Krisht të fortë? Një Krisht që sundon, një Krisht që ka mundur djallin, një Krisht që ka siguruar kurën për smundjen, një Krisht që ka paguar çmimin e vetëm për pastrimin e mëkatit ton, një Krisht që ka zhveshur pushtetet e armikut ton nga fuqia dhe autoriteti i tij, një Krisht i cili është sundimtar, mbret. Për këtë arsye ne shpallim Krishtin mbret. Dhe jo mbret përkohshëm një mbretërie toksore për të mbretërisë së përjetshme. Krishti kur u ngjit në qiell, nuk u ngjit në qiell për të marrë disa ditë kështu pushime. Një ditë në Zodhen është 1000 vjet, 1000 vjet është një ditë, 2 ditë, 2000 vjet kanë kalu, 2 ditë kanë kalu. Nuk ka po 2 ditë pushime Krishti në qiell ose 2000 vjet. Po çfarë bën ai atje? Ai atje është mbreti mi mbretër. Ai atje ushtron sundimin e qeverisjes tij. Shumë imagjinojnë qiellin sikur Krishti thjesht po pushon. Jo. Ai sundon. Ai drejton historinë. Ai mban universin. Ai ndërmjetson për kishën. Ai hap dhe mbyll dyer. Ai rrëzon mbretëri dhe ngrë kombe. Është i njëjti Krishti i cili mes njerëzve në tokë pati dëmshuri për ta dhe i shëroi. I njëjti Krishti i cili ngjallë të vdekurit, hapi sytë të verbërve, shëroi të smurët. I njëjti Krishti i cili i njeh lotët tuaj, netët tuaj pa gjumë, ankthin, luftrat, betejat, që askush tjetër nuk i di, siç ti, dhe Krishti i di. Hebrejt 4:15 thotë, sepse ne nuk kemi kurrë që nuk mund të vi keq për dobësitë tona, por një që u tundua në të gjitha, si ne, por nuk mëkatoi. Krishti nuk është një mbret indiferent ndaj teje, ndaj nevojave tua. Pa është interesuar për detajet e jetës tënde. Ai është mbreti që mban plagët në trupin e tij për ty. Plagët e Krishtit në qiell janë kujtesa e përjetshme që ai na do deri në fund. Ngjitja e tij ishte hapja e rrugës për ne. Dëgjoni se çfarë thotë shkruesi i Hebrejve kapitulli 6, vargje 19 deri 20.
kjo shpresë që kemi është një spirancë e sigurt dhe patundur dhe hyn deri në mbretësi të velit. Hyn në vendin shumë të shenjtë, tek vendi ku është froni i Perëndis, ku ka hyrë Krishti si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në amshim, sipas rendit të Melkizedekut. Krishti nuk hyri vetëm për veten e tij, matan velit në praninë e Zotit. Por ai hyri me statusin e një pararendësi. Pararendës do të thotë një person që hyn i pari dhe pret të marrë me vete dhe pjesën tjetër të kujt, të miqve të vet. Ky është një nga mendimet më të fuqishme të besimit të krishterë. Një njeri tashmë ndodhet në lavdinë e Perëndis. Po më ndiqni apo jo? Jo një ëngjëll, jo një frym, por një njeri. Dhe ky njeri i përsosur, një herazi njeri dhe një herazi Zot, është Jezu Krishti i lartësuar. Për herë të parë që nga Edeni, pas mëkatit fillestar, natyra njerëzore hyri përsëri në praninë e Zotit, por pa u konsumuar. Në qoftë se në Testamentin e Vjetër urdhrimi ishte i tillë, askush mos t'i afrohet malit të Zotit, sepse nuk ka një njeri të gjallë që të shohë Zotin dhe të jetojë. Këtu kemi rastin unikal. Krishti nuk kthehet tek Ati vetëm si biri i Perëndis dhe si Zot dhe mbret, por kthehet dhe si njeri i përsosur me natyrën e përsosur të njeriut. Athanasi e sheh gjithë veprën e Krishtit si ngritje të natyrës njerëzore. Flasim për ngjitjen e Krishtit në qiell, dakor? Formula e Athanasit, i cili u bë i njohur me nën termin Athanasius contra il mondum, Athanasi kundra gjithë botës, sepse ishte një ndër të paktët që deklaroi qëndrueshëm në shekullin e 4 natyrën hyjnore të Krishtit. Krishti është Perëndi, Krishti është një me Atin në esencë dhe në natyrë. Formula e tij u bë e famshme kur tha: Krishti u bë njeri që ne të bëhemi pjesëmarrës në jetën e Perëndis. Ngjitja e Krishtit e plotson pikërisht këtë, natyra njerëzore në trupin e Krishtit hyn në lavdinë e Atit. Tash e kuptoj që rëndohet pak kontenti i gjërave që po ndaj. Po kjo është pjesë shumë e rëndësishme e doktrinës krishtere dhe është Bibla. Pra me ngjitjen e Krishtit nuk kemi vetëm kthimin e birit Perëndis tek Ati, por hyrjen e njerëzimit të ri bërë në Krishtin. Në shtëpinë për nga mëkati e kishte dëbuar njeriu. Por me një dallim shumë të madh. Nuk kemi më një Eden toksor, një parajsë toksore që mbyll dyert, por kemi parajsën e vërtet të përsosurën qielloren që i hap portat e saj, sepse pararendësi ynë ka hyrë aty dhe nuk është një vend diku nga fundi i parajsës, por është i ulur në fron, në fronin e sundimit, të pushtetit dhe të autoritetit. Një nga etërit e tjerë të kishës me emrin Krisostomi predikonte se në ngjitjen e Krishtit natyra njerëzore ul në fronin e Perëndis. Ai thot: sot natyra jonë që dikur u dëbua nga parajsa u vendos mbi të gjithë ëngjëjt. Çfarë mendimi tronditës? Vetëm këtu mund të kuptojmë që ti e bëre njeriu më të lartë se sa ëngjëjt. Natyra njerëzore ra në Eden, u bë plur, u turprua, u poshtërua nga mëkati, nga e keqja, nga e korruptuara. Tani në Krishtin ngrihet nga pluri. Dhe ku shkon? Nuk shkon stacion treni. Nuk shkon diku aty pranë portave për jashtë, por shkon tek froni. Jemi bërë bashkë pjesëtar me Krishtin. Me ngjitjen e Krishtit në qiell, njeriu ngrihet më lart sa mund ta ketë imagjinuar ndonjëherë.
Adami u dëbua nga Perëndia, u dëbua nga parajsa, Krishti hy në parajsë. Adami mbyll derën e parajsës nëpërmjet mëkatit vet. Zoti vendos ëngjë me shpatë për zjarre, apo jo? Krishti e hap derën, Krishti thotë unë jam dera. Nëse dikush do të kalojë me ata, do të kalojë nëpërmjet meje. Prandaj ngjitja e Krishtit në qiell është ajo që ne njohim si shpresa jonë e bekuar, sepse atje ku është ai, aty jemi dhe ne. Tash le ta hapim të gjejmë çik adresën. Gjoni kapitulli 14. Lexojmë nga vargu 1. Gjoni 14 vargu 1. Krishti po i flet dishepujve vet, zemra juaj mos u trondit. Mos keni frikë. Besoni në Perëndin, besoni dhe në mua. Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj dhe t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj dhe njihni edhe udhën. Tani Thomai flet. Zot, ne nuk e dim se ku po shkon. Pra si mund ta njohim udhën? Jezusi tha, unë jam udha, e vërteta dhe jeta, askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Po të më kishit njohur, do ta kishit njohur edhe Atin tim, qysh tani e njihni dhe e keni parë. Filipi tha, Zot na e trego Atin, dhe kjo na mjafton. Jezusi tha, ka kaq kohë që unë jam me ju, dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip, kush më ka parë mua, ka parë Atin. Si vallë, po thua, na e trego Atin. Amen. Tash meriton koment kjo që sapo lexova? Këto vargje, këto 8 vargje? Krishti nuk zhduket. Krishti më parë na ka dhënë një adresë. Dhe përpara se t'i japë adresën thotë nuk do të keni frikë. Mos keni frikë. Mos u tronditni. Vjoni të besoni tek Perëndia dhe tek unë. Ky është teksti biblik. Në shtëpinë e Atit tim, kjo është adresa. Ka shumë banesa. Unë po shkoj për t'ju bërë gati një vend. Dhe kur të kem bërë gati vendin, do të vit ju marr, që aty ku jam unë, ti jeni edhe ju. Tash çoj dhe Thomai dhe kërkon gërvishin që i kërkon më shumë informacion. Na tregon rrugën, thotë, si do shkosh ti atë? Ku do shkosh ti? Cila është adresa? Thomai donte me fut te Google Maps i vet adresën ku Jezusi po shkonte. Dhe Jezusi jep koordinatat. Koordinatat që Krishti jep janë kaq të qarta dhe të pagabueshme, saqë nëse një njeri do t'i përdori këto koordinata, ai do të mbërrijë në fund fare në destinacion. Cili është destinacioni final? Shtëpia e Atit. Po cilat janë koordinatat? Krishti. Krishti tha, unë jam udha. E vërteta edhe jeta. Nëse dikush do të shkojë tek Ati, mund të shkojë vetëm nëpërmjet meje. Kjo e vërtet na zbulon ekskluzivitetin e ungjillit. Ungjilli është ekskluziv. Vetëm ata që do të përdorin këto koordinata, Krishtin si të vetmen rrugë, si të vetmen vërtet dhe si të vetmen jetë, do të mërrin destinacion. Vetëm ata që do të besojnë në emrin e tij, do të mërrin destinacion. Çfarë do ndodh me të tjerët? Bibla flet qartë se çfarë do ndodh me të gjithë. Por Bibla thot vetëm ata që do të njohin Krishtin si shpëtimtar dhe Zot, do të shpëtohen. Ne jemi duke jetuar në një hotel. 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, 10 ditë, 90 vjet, 105 vjet, 120 vjet. Hotel këtu. Pse? Sepse është e përkohshme.
Dhe njëri nga njerëzit e mëdhenj të 3 shekujve më parë tha, çfarë drame është të dashurohesh kaq shumë me hotelin dhe të harrosh shtëpinë. Krishtërimi nuk është filozofi morale. Krishtërimi është premtim shtëpie. Unë po ju bëj gati një vend. Pse nuk mendojmë për këtë shtëpi? Pse nuk flasim për këtë shtëpi më shumë? Po flasim kaq shumë për shtëpinë këtu, shtëpinë toksore. Tashi nuk flasim vetëm gra, po ti ngjosh burr atje. Nami. Flasim për perde, për ngjyra, për tavolina, për orendi brenda shtëpisë, për qylyma, si do ta bëj kështu, do ta bëj ashtu, do ta rregulloj kështu. Do marr një kredi që të bëj këtë gjë tjetër aty ke shtëpia. Pse? Sepse është e rëndësishme për ne. Shtëpia e përkohshme. Dhe e dim që të kemi një jetë relativisht të lumtur, kemi nevojë për një shtëpi këtu të përkohshme apo jo? Po sa më shumë, shtëpia e përjetshme, të cilën e përgatit Krishti për ne. Unë po shkoj po i bëj gati vendin. Dhe dini se për kë po bëj? Për nusën e vet. Kisha është metafora e nusës. Krishti është dhëndri që ka dhënë veten e vet deri në sublimitet, deri në dashurinë sakrifikuese, ka dhënë veten, ka vdek për këtë nuse. Metaforë, kisha. Tani ja ngjallet dhe është kaq shumë i dashuruar mas kësaj nuseje, sa që thot do shkoj ta bëj gati shtëpinë. Për të. A mund thush një shtëpi për mua? Ne nuk po ecim në zbrasti, në konfuzion, të pa orientuar. Ne po ecim drejt atit, drejt banesave qiellore. Dishepujt e shohin Krishtin ngjitet lart dhe pa pritur, bota bëhet më vogël. Vizioni për botën bëhet më i ngushtë, më i vogël. Dhe vizioni për qiellin zgjerohet dhe zgjerohet dhe zgjerohet sepse kur ti sheh lavdinë e qiellit, bota e humbet magjinë e saj. Lavdinë e saj. Bota, gjithçka që kemi këtu, çdo gjë, perlat, diamantët, fama, pushteti, pasuria, humbet. Gjoni thot, bota do të kaloj me lavdinë e saj. Por ai që bën vullnetin e Zotit do të mbesi për jetë. Problemi ynë është se shumë njerëz jetojnë sikur toka të jetë e përjetshme, prandaj kapemi pas paras, pushtetit, famës, sensualitetit, konsumit, rrjeteve sociale, miratimit njerëzve, por ngjitja e Krishtit në qiell na kujton që jeta miq nuk përfundon këtu. Këtu përfundon e përkohshmja, fizikja, materialja, e prishmja, e papërsosura. Pali thot, qytetaria e unë është një qiell. Martin Luteri i famshëm thoshte, Krishti u ngjit në qiell ju për t'u larguar prej nesh, por për të qenë më pranë nesh. Paradoks apo jo? Largohet fizikisht, por shpirtërisht bëhet më i pranishëm se kur nëpërmjet frymës së shenjtë. Ai është me ne, me kishën. Çdo kohë Krishti ngjitet që kishat mos jetojnë më vetëm me praninë e dukshme të Jezusit, por gjithashtu me praninë e brendshme të Tij. Krishti në ne, jo jashtë nesh, në ne shpres lavdije. Krishti u ngjit, por nuk la prapa jetim. Nuk la pas një ushtri të shpartalluar. Ai u largua nga sy tanë që të vinte më thellë brenda nesh. Jonathan Edwards e përshkron qiellin si vendin ku dashuria e Krishtit do të shikohet pa ndarje, pa perde, e qartë. Ai thot, qielli është një botë dashurie. Ngjitja e Krishtit është hyrja e Tij hyjnore në këtë botë lavdije, ku një ditë ne të gjithë do të bashkohemi me të. Dhe unë po ju them, atje nuk ka burgje për të mbajtur të lidhur të dënuarit. Madje atje nuk ka spital. Mbaron profesioni i mjekut.
Atje s'do ketë as rroba qepës, mbaron profesioni rroba qepësit. Atje s'do ketë as ekonomist, mbaron profesioni ekonomistit. Atje s'do ketë as pastor si puna ime, përfundon kjo historia e nevojës për të pas një pastor njerëzor, se është vetë Krishti. Aty përfundojnë gjitha, përveç adhurimit. Mos u lodhni se e kemi vrarë në shumë kohë bashkë me Goshin e me tjerë për këtë punë. Mbaron. Por, unë besoj që do kemi Biblia edhe atje. Besoj që do ta lexojmë Biblën edhe atje. Sepse Bibla thot, qielli dhe toka do të kalojnë. Edhe kur ta lexojmë Biblën atje, do themi, si se kishim parë në këtë mënyrë. Si se kishim kuptuar në këtë formë. Dhe imagjinoni kryebariu, që është vetë Bibla, vetë fjala e Perëndis, që ishte një me Adhin përpara krijimit, dhe që u bë mish, ta hapi fjalën. Dhe t'ju ushqej jetën dhe zemrat tonë ndërsa ne jemi përpara Tij në adhurim të përsosur. Kjo botë nuk është shtëpia jonë përfundimtare. Nuk është mbretëria jonë e fundme, nuk është destinacioni ynë final, dhe kjo është arsyeja pse asnjë sukses toksor nuk mund ta mbushi plotësisht zemrën njerëzore. C.S. Lewis kishte të vërtetë, zemra e njeriut është krijuar për më shumë se sa thjesht për tokën. Ngjitja e Krishtit është mundësi për të kujtuar që duhet i mbajmë syt tan te Krishti, të ngritur lart. Vëllezër dhe motra, mos jetoni në këtë botë si njerëz pa mbret. Si njerëz pa udhëheqje, pa drejtim. Ka shumë njerëz të cilët jetojnë të drejtuar nga frika, nga ankthi, nga impulsi i momentit, nga propaganda, nga mëkati, nga dëshirat, nga turma. Por besimtari i vërtet ka një mbret. Krishti sundon. Edhe kur bota duket jashtë kontrollit, edhe kur kombet dridhen, edhe kur ekonomit botërore rrëzohen, edhe kur padrejtësia rritet, fronin nuk është vakant, nuk është bosh. Mos jetoni të lidhur vetëm me tokën, pyetja është kush zemra juaj sot? Çfarë ka kapur zemrën tuaj, vëmendjen tuaj? Çfarë ju ka marrë syt, vështrimin? Çfarë ju ka marrë pasionin e zemrës? Ngjitja e Krishtit në qiell na kujton që të mos jetojmë vetëm për gjërat që kalojnë, gjërat që janë kalimtare, sepse të gjitha kalojnë. Bukuria kalon, rinia kalon, fama shuhet, pushteti vdes, trupi plaket, por ai që bën vullnetin e Perëndis mbetet për jetë. Jetoni me vetë të dijen që Krishti do të kthehet sërish. Ëngjëjt i thonë dishepujve, mos u habisni, Krishti do të kthehet një lloj siç u mor nga syt tuaj sot. Historia nuk po shkon drejt kaosit përfundimtar. Historia po shkon drejt një rendi të përsosur në fund, por ecën drejt kthimit të mbretit. Dhe pyetja nuk është a do të vi. Kur do të vi? Pyetja është a jemi gati për ardhjen e Tij. Ndaj në fund të këtij mesazhi, ju ftoj të kujtoni që Krishti sot nuk është më në grazhd, nuk është më mbi kryq, nuk është më në varr, ai është mbi fron. Dhe një ditë qielli do të hapet përsëri dhe prej Tij do të vi Krishti mbret, jo më si një qinj për të frijuar, por si një mbret për të sunduar për përjetësinë. Atë ditë kombet do ta shohin. Historia do të mbyllet, çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do ta rrëfej Krishtin Zot dhe mbret. Dhe ata që e deshën dhe adhuruan do të hyjnë me të në lavdi.